Shëndetje ka kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatit speca turshi për stinën e dimrit, pra me speca sëmburka të kuqe, që nuk kanë as konservancë, as vinobran, edhe nuk prishen, as nuk zbuten deri në 2 vjet. Nëse çlirojnë, i lani deri në pranverë, pra. Krejt që kanë nevojitën prej përversve janë 15 kg speca sëmburka, pra të djegsa, normal i pastroni dhe ja largoni farat. Në anën tjetër i morim 3 tuba me magdanaz, krip të trosh, nuk e moti mosën sepse duhet me aqit se cile spec, pra pa mos hiq, ka një lugë të mesme brenda me hudhra, një lugë të mesme krip të trosh, një lugë të mesme me vaj, lule dielli, një lugë të mesme me hudhër 9%, kështu që edhe karrota nuk ka nevojë me mot mosën, sa kilogram speca keni, ashtu i moshni pra ka një lugë të mesme. I palani dhe i lani specat në basi kemi mbush 24 orë të mbuluara me kapak burën. Pra dhe bismillah fillojna me përgaditjen. Bismillah fillojna pra me përgaditjen. Se cile spec, se që ceka, ja qesim brenda një lugë të mesme ufull, 9%, një lugë të mesme vaj lule dielli, një lugë të mesme me hudhër, një lugë të mesme krip të trosh, karrota edhe magdanaz. E hedhim kështu në burë edhe deri në fund qështu që shë përgatita specën e parë. Veç ka një lugë të mesme, pra nuk keni nevojë me mot mosat as pak. Është me lugë të mesme. Kur të rënditim kështu një rend speca, marrim kapak hudhra, kapak magdanaz, kapak karrota edhe i rënditim. Kapak krip të trosh, kështu me radhë, po deri në fund. Basi kemi rendit të gjitha specat, se kemi qitë në 2 burë, sepse këtu palohen mas 24 orëve. Basi kemi rendit pra specat në 2 burë, sepse nuk i nxani herët gjitha në një burë. Ja u qesim këta përbersi që kanë të pru në fund. Që ta vojnë që ka të pru ufullë 9%, ja shtoni edhe pak, magdanozin, karrotat edhe kripen. Mandej, ja qetnim ka një pjatë për mi, i mbyllni me kapak edhe për 24 orë i leni që të pëshojnë, pra vojnë, ja u hedhën qëta që ka të pru në fund, kripen, të gjithë përbersit, edhe ka një pjatë pra për mi, i mbyllëm kapakat për 24 orë, i lojna që të ullën, pra të palohen. Edhe në fund që ta uflën, pra që ka të pru, gjysmen një në mbure, gjysmen tjetërën, mbulojnë ata ashtë me pjatë, kapakun edhe për 24 orë, po shojnë. Mbas 24 orëve i kemi hap edhe kapakat e burëve, tash i largojna pjatat, e shifni sa ujnë e lëshojnë, plus në burë, keni me pa vetë, kanë pushu edhe që shjën palu pra. Ujnë e vetë, as keni nevoj mishtu. Uj tjetër, veç ujnë e vetë. Dhe bismillah tash i morim specat edhe i renditim, shikoni, se cilën spec në kavanoza. Pra as keni nevoj me qitë më uj, as lang, as kur gjohiq, e kanë langun e vetë. As nuk zbuten, as nuk prishen, as nuk ka nevoj për konservancë, as nuk ka nevoj për vinobran, që ndrojnë deri sa të hani krejt. Pa problem. I lani veç në një vend të ftoft, ma flat pra, ose në podrom, ose në garazh, ose shpajz, ku keni që po dione, edhe i palojnë në kështu me rend. Shikoni, langun pra këtu i qitë në kavanaz, të i palu, të umbush edhe kavanozin me ujë, si shpëshetme. Tash ja kthejna langun, pra që është në burë, e mbushim kavanozën plot me ujë. Edhe nuk ka nevoj pra as me maru lang, as me qitë kur gjo, as një grim tjetër, as krep, as kur gjo. Veç në fillim që që kom qitë përbersit. E mbyllni kapakun, e kavanozët edhe lani me një vend pra të toftë.
E shikoni edhe në këtë burën tjetër, krejt ujnë që kanë shu pro langën. Tash i mushin pro krejt kavanozat deri sa të mbushën.